Është shënuar sot 12 vjetori i themelimit të kanalit në gjuhën serbe RTKD, i cili funksionon në kuadër të transmetuesit publik të Kosovës. Drejtoresha e RTKD, Aleksandra Jovanović, foli për rrugtimin në këto 12 vite të këtij kanali. Që nga themelimi e deri më sot, RTKD është rritur e është bërë relevante, gjë që ka shumë rëndësi për komunitetin serb dhe për gjithë ata që flasin dhe kuptojnë gjuhën serbe. Jemi mirënjohës ndaj shikuesve tanë që na kanë qëndruar gjithmonë besnik që nga fillimi, që ishin aty për të na kritikuar kur ishte e nevojshme, por mbi të gjitha për të na mbështetur kur kishim më shumë nevojë. Ajo foli edhe për punën dhe sfidat përgjatë këtyre viteve. Në këtë periudhë për cilën po flasim, prej 12 vitesh nuk ishte e lehtë. Shumë shpesh kemi punuar për te kufinjve të asaj që ishte e mundur, megjithatë kemi fituar besimin e shikuesve duke punuar profesionalisht, duke raportuar objektivisht dhe duke qenë gjithmonë në vendin dhe në kohën e duhur. RTKD ka nisur punën me 4 qershor të vitit 2013.